Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 28 vjeçe dhe gjithmonë kam pasur një anë pak të çuditshme. Një lloj kurreshti që nuk më lë rehat. Nuk më pëlqen të bëj gjithmonë gjërat siç duhet. Ndonjëherë kam nevojë të dal nga rutina, të provoj diçka që nuk ka shumë kuptim për të tjerët, por që për mua është një lloj prove. Një nga ato ditë ishte ajo kur u gjenda pranë urës së Dajlanit në Durrës. Kisha ardhur për disa ditë pushim. Nuk ishte ndonjë plan i madh, thjesht doja të ndryshoja ambient, të largohesha nga Tirana dhe ritmi i përditshëm që ndonjëherë më lodh më shumë nga sa unë e pranoj. Ajo pasdite ishte e zakonshme. Dielli nuk ishte më aq i fortë, por ajri mbante ende ngrohtësinë e ditës. Rruga pranë urës ishte plot me lëvizje. Makina që kalonin pa pushim, motor, njerëz që ecnin në të dy anët. Po ecja pa ndonjë drejtim të caktuar me telefonin në dorë, duke parë her pas here rrjetet sociale, kur papritur më erdhi një ide. Një ide e çuditshme. Po sikur të bëja autostop? Nuk kisha nevojë për transport, mund të merrja një taksi në çdo moment, por nuk po e bëja për këtë gjë. Ishte për të kuptuar diçka më shumë, për të testuar një ndjesi, për të kuptuar kush do të ndalonte për mua. Unë dala në anë të rrugës, në fillim vetëm shikoja makinat që kalonin. Pastaj me pak hezitim ngrita dorën. Nuk ishte një lëvizje e sigurt, ishte e lehtë si një provë. Makina kaluan, por asgjë, asnjë reagim. Unë ndjeva pak në siklet. Ishte hera e parë që bëja diçka të tillë dhe ndjeva sikur sytë e njerëzve ishin të gjithë mbi mua. Një çift që kaloi më pa me habi. Një burr më pa dhe të ndoj kokën sikur të thoshte jo. Një vajzë tjetër buzëqeshi lehtë, ndoshta sepse e kuptoi çfarë unë po bëja. Minutat kalonin. Fillova të relaksohem pak. Nuk më interesonte më aq shumë nëse dikush do ndalonte apo jo. Fillova të vërej detajet, llojet e makinave, njerëzit brenda tyre. Disa dukeshin të lodhur, disa të nervozuar, disa që shikonin fare jashtë. Në një moment një makinë ngadalsoi shpejtësinë. Zemra më rau fort. Por në sekondin e fundit vazhdoi rrugën. Nuk e di pse, por ajo më preku më shumë se sa duhet. Jo sepse doja t'i hipja në atë makinë, por sepse për një moment mendova, ndoshta dikush më vuri re. Por pastaj jo. Qëndrova aty më gjatë, rreth 30 minuta, pastaj 40. Dielli filloi të ulej më shumë dhe drita mori një ngjyrë më të butë. Rruga nuk ishte më aq e zhurmshme. Në atë moment fillova të mendoj më thellë. Pse po e bëja këtë? Çfarë po kërkoja realisht? A ishte thjesht një lojë apo diçka më shumë? E kuptova që kishte një pjesë brenda meje që donte të ndihej e zgjedhur, e vënë re. E rëndësishme për dikë që nuk më njeh fare, dhe kjo më bëri të ndalem. Sepse ishte një mendim që nuk e kisha planuar më parë. Kaloi një orë dhe askush nuk ndaloi. Çuditërisht ndjeva qetësi. Në atë moment kuptova diçka shumë të thjeshtë, por të fortë. Nuk kam nevojë për këtë provë. Nuk kam nevojë për një të panjohur që të ndaloj makinën dhe të më jap një lloj vlerësimi të çastit. Ula në anë të rrugës dhe pash përreth. Njerëzit vazhdonin jetën e tyre, makinat vazhdonin rrugën. Dhe unë isha thjesht një pjesë e vogël në gjitha të ritëm. Por për herë të para të ditë nuk ndihesha e vogël, ndihesha më e qetë. U ngrita dhe fillova të ecja. Nuk e kisha më mendjen te autostopi, as te makinat. Ishte thjesht një shëtitje ndryshe. Kur u largova nga ajo zonë, u ktheva edhe një herë mbrapa. Ura, rruga, zhurma, gjithçka ishte njësoj, por unë jo. Ndonjëherë edhe kur ndodh diçka kaq e vogël, ndodh diçka tjetër brenda teje që të ndryshon më shumë se pikërisht ajo ngjarje.